që fytyrat publike nuk i lojnë rahat. Po flasë për këtë pjesën që kemi pasur edhe rastet e fundit që i ndjekin, i shkojnë nga pas për me pasë çka po bojnë, për me nxjerr storje, për me shku pak viral. Kështu që mendoj që fytyrat publike janë shumë të rrezikume prej ndoshta edhe prej vetë neve, vetë prej gazetarëve, për shkak se nuk i lojnë rahat. Mendoj që... Se unë kam përshtypjen që na jemi shumë miqësor me ta, shumë promovues, edhe nuk ju him fort privatësi. Jemi, po ndoshta që nuk janë... Nxitemi prej tyre që të bëjmë ndoshta që nuk janë shumë mirënjohës, ndaj nesh ja u kthejnë ata një çështë me të keqe. Ja kthejna me të keqe. Thani cilësim interesant, janë të rrezikuar me ta. Çfarë rreziku? Po se cili prej neve edhe... Jo rrezik për jetën, sigurisht. Jo për jetën, po veç po duhet të sharunë. Se cili prej fytyrave publike ka një jetë vetën që do të me jetu, ka një jetën e tyre personale, nuk duhet me pa tjetër me undjek. Ata, për shembull, nëse je fytyrë publike dhe don me dalë me dikon që nuk është hiç fytyrë publike, pse duhet me undjek? Për shembull, ka një rast i fundit, një fytyrë publike ka të hongër ushqim me dikon që nuk është fytyrë publike dhe e qetën në media. E që kjo është rrezikim. Shikoj, jo, po rrezikim, çfarë rreziku tash? Resul, mas poko media në Kosovë kanë një çështje edhe për shkak të kapacitetit financiar, për mi përcjell njerëz të jetës publike, më shumë njerëz të jetës publike, po them VIP-at, njerëz të rëndësishëm publik. Ndoshta kanë një raport edhe me media caktuar, përdojmë vetë skandale, po thëmë skandale, se me thoni skandal nëse del qebapa ose diçka. Dole të qebapa. Po thëmë, tash pe marë si referencë. A hongër qebapa, a hongër buk me speca me kajmak, a sëngër. Po që ajo është privatësi. Po du me thonë... Ajo është privatësi edhe pse duhet... Në gjykimin të ma kryer dyshimin vetë që ato vetë i bujnë për mu mediatizu. Ty mundet me të kryer dyshimin, po nuk besoj që krejt që tu mund me konë të planifikume që shpe... Media këtë botën i përcjellin njerëz që mirën me showbiz, edhe i përcjellin shumë. Okej. Shumë i përcjellin edhe nuk i donë dhe hatë fare. Ti po thu që vetë i planifikojnë, vetë personazhet? Po, përmana në Kosovë, a di kur të zem ju neutralizu, ju fik bateria e popularitetit publik, ndërtojnë ai. A menoni edhe që shtu, ajo? Po, gjithë konë botë. Ska lidhje që ka mendojnë Ridvan, unë ato i kam gjdo datë. Unë e referendum popullore do. Ju kërkoj falje, do të lidhemi tani me Tiranën, me pedagogën Elsa Skënderi Rakiplari. Elsa, mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma, përshëndetje. Vjen mirë që ju kam sonte në emision. Ne folëm fillim për rrezikimin që ju bëhet në Kosovë, do më thonë, rreziku i keqpërdorimit të dhënave personale, shkelja e privatësisë. Si është në Shqipëri, nga kush rrezikohet privatësia atje? Dhe a rrezikohet? Po, unë e ndoqja pak edhe bisedën që ju po zhvillonit në studio dhe pa mirëmendja që telashet në këtë drejtim i kemi të përbashkëta edhe rreziqet, në kuptimin që janë pak a shumë të njëjta gjithkund, nëse bëhet fjalë për të dhëna edhe informacione që janë sensitive, që lidhen me sigurinë e individëve, me të ardhurat,